Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Sot mund të ndjeni një afrim të veçantë me partnerin tuaj, por keni kujdes nga keqkuptimet e vogla që mund të lindin pa pritur. Nëse jeni beqar, mund të merrni një mesazh të papritur nga dikush që e keni pasur në mendje prej kohësh. Në vendin e punës do të keni mundësi të merrni përgjegjësi të reja, por mos nxitoni pa i analizuar mirë të gjitha detajet. Mundësitë financiare duken premtuese, por shpenzimet e papritura mund t'ju krijojnë një ndjenjë pasigurie. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke shmangur stresin dhe duke gjetur kohë për pushim. Sot është një ditë e mirë për të bërë plane afatgjata dhe për të menduar për ndryshime të vogla në jetën tuaj të përditshme. Mos lini pas dore miq, një bisedë e thjesht mund t'ju përmirësoj humorin dhe të sjellë ide të reja. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Në marrëdhëniet tuaja, një diskutim i sinqert mund të sjellë qartësi dhe afrim të mëtejshëm me partnerin. Nëse jeni vetëm, mos hezitoni të pranoni një ftesë për një takim, mund të jetë fillimi i diçkaje të bukur. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të jetë çelësi i suksesit, kështu që mos hezitoni të kërkoni ndihmë. Financiarisht, duhet të jeni të kujdesshëm me investimet dhe të mos merrni vendime të nxituara. Shëndeti juaj mund të ndikohet nga lodhja mendore, ndaj gjeni kohë për relaksim dhe aktivitete që ju pëlqejnë. Sot është dita ideale për të rivlerësuar prioritetet tuaja dhe për të bërë ndryshime të vogla në rutinën e përditshme. Mos harroni të shprehni mirënjohje për gjërat e vogla që keni në jetën tuaj. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Në dashuri mund të përjetoni momente të ngrohta dhe të sinqerta me partnerin duke forcuar lidhjen tuaj emocionale. Beqarët do të kenë mundësi të takojnë dikë të veçantë përmes një rrethi miq ose aktiviteti social. Në aspektin profesional do të ndiheni të motivuar për të përfunduar projekte të rëndësishme, por shmangni konfliktet me eprorët. Financat do të kërkojnë vëmendje ekstra, ndaj planifikoni me kujdes shpenzimet dhe evitoni borxhet. Shëndeti është i mirë, por një ndryshim në ushqyerje mund të përmirësojë edhe më shumë energjinë tuaj. Sot është një ditë e mirë për të bërë plane afatgjata dhe për të vlerësuar përparimin që keni bërë. Mos harroni të ndani kohë me familjen dhe të shprehni ndjenjat tuaja pa frikë. Gaforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Marrëdhëniet romantike marrin një kthes pozitive, veçanërisht nëse jeni të hapur për dialog dhe kompromis me partnerin. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që më parë nuk e kishin vënë re, duke sjellë emocione të reja. Në punë, keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të fitoni vlerësimin e kolegëve. Financiarisht, është dita për të menduar për një kursim të ri ose për të planifikuar një investim të vogël. Shëndeti kërkon kujdes të veçantë ndaj tensioneve të brendshme, ndaj merrni kohë për qetësi dhe meditimi. Sot mund të merrni lajme të mira nga një i afërm ose mik i vjetër. Pranoni ndryshimet me zemër të hapur dhe besoni në rrjedhën natyrale të gjërave. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet dhe për të forcuar lidhjen me partnerin. Për beqarët, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja dhe të papritura. Në vendin e punës do të ndiheni të frymëzuar për të marrë iniciativa të reja, por mos harroni të konsultoheni me kolegët përpara se të merrni vendime të rëndësishme. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e tepërta për gjëra të panevojshme. Shëndeti juaj është në një nivel të mirë, por ushtrimi fizik do të ishte i dobishëm për të përmirësuar gjendjen tuaj të përgjithshme. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi arritjet tuaja dhe për të vendosur qëllime të reja. Mos harroni të ndani një buzëqeshje dhe një fjalë të mirë me ata që ju rrethojnë. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot mund të përjetoni momente të veçanta me partnerin tuaj, duke ndarë ndjenja të thella dhe të sinqerta. Nëse jeni beqar, mund t'ju afrohet dikush që ka pasur interes për ju prej kohësh. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen dhe mund të merrni një ofertë të re interesante. Financiarisht, është mirë të bëni një planifikim të kujdesshëm dhe të shmangni riskimet e mëdha.
Shëndeti kërkon vëmendje ndaj ushqyerjes dhe pushimit të mjaftueshëm. Sot është dita për të menduar për ndryshime pozitive në jetën tuaj të përditshme dhe për të nisur një hobi të ri. Mos harroni të falenderoni veten për përpjekjet që keni bërë deri tani. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Në marrëdhënie, një bisedë e hapur mund të ndihmojë në zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje të vogël me partnerin. Për beqarët, mundësitë për të njohur dikë të ri janë të shumta, veçanërisht në ambiente të reja sociale. Në punë mund të përballeni me sfida të vogla, por këmbëngulja juaj do të shpërblehet në fund të ditës. Kujdes me financat, pasi një shpenzim i papritur mund të prish ekuilibrin tuaj buxhetor. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni aktivitetin fizik dhe kohën për veten. Sot është një ditë e mirë për të bërë plane të reja dhe për të kërkuar këshilla nga persona me përvojë. Mos hezitoni të ndani idetë tuaja me të tjerët. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Dashuria sjell stabilitet dhe ndjenja të thella, veçanërisht për ata që janë në një marrëdhënie afatgjallë. Beqarët do të kenë mundësinë të njihen me dikë përmes një aktiviteti profesional ose kursi të ri. Në aspektin profesional, një projekt i ri mund të kërkojë përkushtim të plot, por rezultatet do të jenë të kënaqshme. Financat kërkojnë kujdes të shtuar, ndaj mos merrni vendime impulsive sot. Shëndeti është i mirë, por është momenti i duhur për të filluar një regjim të ri ushqimor. Sot është një ditë e mirë për të bërë plane për të ardhmen dhe për të ndarë vizionet tuaja me partnerin ose miq. Mos e nënvlerësoni fuqinë e bashkëpunimit në arritjen e qëllimeve tuaja. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Marrëdhëniet romantike do të kenë një përmirësim të ndjeshëm fal një gjesti të vogël që do të bëni për partnerin. Beqarët do të ndihen tërheqës dhe do të kenë mundësi të njohin dikë interesant në rrethin e tyre shoqëror. Në punë do të jeni në qendër të vëmendjes për shkak të ideve të freskëta dhe zgjidhjeve kreative që ofroni. Financiarisht është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë planifikime afatgjata. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos harroni të bëni pushime të shkurtra gjatë ditës për të shmangur lodhjen. Sot është një mundësi e mirë për të forcuar marrëdhëniet me kolegët dhe për të ndërtuar rrjete të reja. Mbani mend se durimi është çelësi i suksesit. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Në dashuri është dita për të sqaruar çdo paqartësi me partnerin dhe për të forcuar besimin mes jush. Beqarët mund të ndihen të gatshëm për të hapur zemrën ndaj një personi të ri që do të takojnë sot. Në aspektin profesional, një detyrë e re mund të kërkojë të gjithë vëmendjen tuaj, por aftësitë tuaja organizative do t'ju ndihmojnë të përballoni çdo sfidë. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Shëndeti kërkon pak më shumë vëmendje, veçanërisht në ushqyerje dhe pushim. Sot është ditë e mirë për të reflektuar mbi arritjet tuaja dhe për të vendosur objektiva të reja. Mos harroni të ndani sukseset tuaja me të tjerët dhe të tregoni mirënjohje. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Sot mund të përjetoni një rritje të ndjenjave në marrëdhënien tuaj, duke ndarë momente të veçanta me partnerin. Nëse jeni beqar, një bisedë e rastësishme mund të kthehet në diçka më shumë se sa pritet. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të merrni vlerësime nga eprorët. Financiarisht është ditë e mirë për të bërë një analizë të shpenzimeve dhe për të planifikuar kursime të reja. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke ruajtur ekuilibrin mes punës dhe pushimit. Sot është mundësia të filloni një projekt të ri që keni menduar prej kohësh. Mos harroni të ndani kohë me miq dhe familjen për të ruajtur energjinë pozitive. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Në marrëdhëniet tuaja, një surprizë e vogël mund të sjellë gëzim dhe afrimitet me partnerin. Beqarët do të ndihen më të sigurt për të bërë hapin e parë drejt dikujt që pëlqejnë. Në punë, një bashkëpunim i ri mund të hapë dyrë për mundësi të reja dhe për parim profesional.
për sa i përket financave, është koha të jeni më të kujdesshëm me shpenzimet dhe të shmangni rrezikun. Shëndeti mund të ndikojë nga lodhja, ndaj mos harroni pushimet dhe kujdesuni për trupin tuaj. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja dhe për të bërë ndryshime të vogla për një të ardhme më të mirë. Mos harroni të jeni mirënjohës për çdo arritje të vogël që keni sot. Të dashur teleshikues, horoskopi zyrtar